Domethënë, kjo është çështje shumë interesante. Po mund të jetë vetë spaku për të thënë që s'kemi çfarë bëjmë minit pa mbrojtshëm, sepse ata kanë detyrime ndaj tyre që kanë zgjedhur. Mund të jenë ata që kanë krijuar spakun për të thënë spaku që këto gjëra janë publike s'keni si fshiheni. Ka forma ka sa dush. E qartë. Mund të jenë. Po dolin herët, Mund të jenë avokatërit vetë që i nxjerrin. Në rastin konkret nuk janë avokatërit. Nuk duket që janë sepse ata janë shumë implikuese. Po, nuk janë. Po. Por që ka, më thënë pyetja është fiks, a është Belinda Balluku sot belaja e Ramës? Se dhe me të tjerët ka arrit t'i shpëtoj. Është rasti më i ironi i Ramës, domethënë. Po. Shiko. Unë tu jam dakord tek pjesa që Çimi bëri ndërhyrjen për Beratin, kur i tha që kjo është çështje domethënë është problem i Ramës apo është problem që Rama kërkon të mbrojë Belinda. Pra, në fakt Rama problem ka vetëm, nuk ka problem askën tjetër. Pastaj nuk bie dakord te pjesa tjetër e Çimit që e karikon shikuesin me optimizëm, si duket sikur spaku do bëjë ndonjë gjë te kjo histori. Harroje, Rama është i paprekshëm. Tani historitë e brendshme, pra historitë e korrupsionit brendshëm. Ja do të diskutojmë se e paprekshëm është. Do ta shpjegojmë pse është i paprekshëm. Sepse edhe ato informacione që dalin, vetë se nuk dalin avokatët, dalin nga spaku, rritin nga spaku, ta kam thënë. Dhe spaku kujdeset kaq shumë sa dalin mesazhe ku personazhet e botës kremit flasin mirë për kryeministrin, ndërkohë ne e dimë se çfarë është aty brenda. E para kjo, e dyta. Në dosjen konkrete, e dyta. Unë dyshoj shumë edhe ke spaku. Nuk shkojnë dot. Mos unë e di shumë mirë se deri ku shkojnë ata, e deri ku e kanë ta kadenat. Po ka çështje që janë në spak, dhe Rama për mua është në situatë më të rëndë se Belinda, janë çështje që kanë të bëjnë me hetime ndërkombëtare. Ky është hetimi i brendshëm. Tu e ka kollaje. Por hetimi ndërkombëtare ka problem. Është hetim i rënd me Gonigali, pse? Se doli që qeveria shqiptare, bilet nga zyra e tij, ka dalë informacioni, është korruptuar zyrtari i FBI-t për të krijuar një narrativ që lideri i opozitës financohet nga para ruse. Kam aferë më kështu i kapur, u gjenë edhe paratë ai garazhi që u dhan atje. Megjithëse ajo është vetëm Icebergu, se janë dhënë vetëm $220,000 aty, por është provë e kapur, është narrativ që ka bërë një autoritet hetimor që është më i mirë në botë sot. Tek historia tjetër, tek kjo e Sinalosi tani sapo i dha departamenti thesarit e cilësoj si organizatë terroriste. Ti e ke në kryeministri, burë ne merresh me Arubën. Ti e ke në kryeministri me eurodeputetin gjerman, erdhi këtu tha, do promovoj një libër tha një autori skocez, pastaj doli historia e licencës, e kazinos, filloi lufta, ka qenë një moment që Shqipëriu zhvillua një quaj lufta kazinove, nuk mori vëmendje në media, sepse kazinot ishin goxha të forta dhe paguan mirë, dhe kjo histori u mbulua mirë. Pra, po ka çështje që i ka problem, Rama kam tepër këto çështje ndërkombëtare, se aty s'ka ç'a bën. Se ka i ndorë situatën. Kurse tek çështjet e brendshme, ai e ka fare kollaj. Në rastin konkret, ai nuk është duke mbrojtur fare Belindën, por ai po u thot atyre që po hetojnë çështjen dhe që kanë ato telefonat e brenda, po ja u rikujton atë që ja u tha në rastin e kaluar. Mos guxoni të afroni te telefoni. Tani ti e di që çdo çështje korrupsioni në Shqipëri, po nisi hetimi, edhe ti tërheq litarin, litari shkon bulevard. Askush nuk e lë litarin shkojmë bulevard, e presin rrugës. Pasi presin bam e presin. Dhe nuk shkon tani po. Dhe kjo është në rastin konkret, është fare e qartë. Për mua, nëse do ndiqej standardi që është ndjekur në rastet e tjera, spaku duhet të shkon në parlament, ja linte topin der parlamentit. Dhe ti thosh e parlamentit, unë ta solla vra veten për çfarë duash dhe ishte justifikuar me të gjitha mënyrat, duke mos i dhënë Ramës as të kohën, se Rama nëse ke vënë re, ta kam thënë këtu edhe në rast se Velie. Rama do vetëm një javë kohë. Sa të rivendosi kontaktet. Pra ata që janë se Belinda Balluku nuk ishte thjesht Belinda Balluku. Belinda Balluku është ky njeriu që të shkon në qarkun më të dytë më të madh vendit në Fier dhe të kap një rezultat që s'ka marrë në 97-ën. 12 mandate. Do të thënë 12 mandate, praktikisht ai vendos se kush fiton në këtë vend. Pra, Belinda Balluku është maja e icebergut e një grupi të madh interesash politike, ekonomike, kriminale. Është një botë e tërë mbrapa saj. Dhe në moment që ti do heqësh Belindën,